Zelenski deklaroi se Ukraina nuk do të heqë dorë nga territoret e saj, dhe se ai refuzon t'i përullet presidentëve Trump dhe Putin. Ukraina nuk do të heqë dorë nga asnjë centimetër tokë, theksoi presidenti Zelenski kategorikisht, duke hedhur poshtë qartë kushtin qendror që ka vendosur Rusia dhe të cilin Donald Trump e ka përfshirë në propozimin e tij të fundit për t'i dhënë fund luftës. Pas takimeve kritike në Londër me udhëheqësit kryesor evropian, Zelenski deklaroi se as për të përshpejtuar bisedimet e paqes, as për të kënaqur Washingtonin, as nën sulmet ushtarake ruse, Ukraina nuk do të heqë dorë nga territoret e saj. Bazuar në ligjet tona, ligjin ndërkombëtar dhe moralin, ne nuk kemi të drejtë të lëshojmë asgjë, tha Zelenski. Ky qëndrim i panegociueshëm tani kërcënon të rrëzojë planin e fundit të paqes të Trump, të cilin shumë zyrtarë europianë e konsiderojnë aq të favorshëm për Moskën, saqë duket sikur e shkroi Kremlini. Një zyrtar i lartë Ukrainas me njohuri të dorës së parë të bisedimeve, tha se plani ishte bërë gati për të qenë realizueshëm, por gjithçka ndryshoi më pas. Udhëheqësit europian, të cilët u takuan me Zelenski në Downing Street, qëndruan përsëri në favor të integritetit të plot territorial të Ukrainës. Kryeministri britanik Keir Starmer foli për nevojën për garanci të forta dhe detyruese sigurie për Kievin, ndërsa Parisi dhe Berlini theksuan se asnjë marrëveshje paqeje nuk mund të legjitimojë ndryshimin e kufive me forcë. Ndërkohë forcat ruse po përparojnë në Ukrainën lindore, duke shfrytëzuar mungesat në municione dhe personel, kurse Kievi po përpiqet të menaxhojë një krizë serioze korrupsioni qeveritar, me dorëheqjet e zyrtarëve të lartë, përfshirë kreun e administratës presidenciale Andriy Yermak. Më kryesorja është tani ajo se Kievi kërkon një front të bashkuar nga Europa. Zelenski do të vazhdojë kontaktet e tij në Bruksel me udhëheqësit e BE-s dhe NATO-s, duke kërkuar një qëndrim të koordinuar dhe të forcuar perëndimor ndaj Rusisë. Kjo do të thotë luftë e Europës me Rusinë. Ka gjëra që nuk mund t'i bëjmë pa Shtetet e Bashkuara dhe gjëra që nuk mund t'i bëjmë pa Europën, tha Zelenski. Frazë kjo që përkthehet në atë se luftën kundër Rusisë, Ukraina do e bëjë së bashku me Europën. Strategjia e Trump për të tërhequr nga mbrojtja e Europës në kuadër të NATO-s me armë amerikane, lë zbuluar vendet e Europës dhe i sill në përballje direkte me Rusinë. Gjithçka na bind se Europa është e destinuar dhe po kërkon me ngul përplasje me Rusinë dhe duket se do të ndodhë. Por a do të presë Rusia vitin 2030, derisa të armatoset Europa që deri më sot mbrohen nga Amerika? Do u japë Rusia kohë europianëve të përgatiten ushtarakisht për ta sulmuar? Apo do të godasë para Europën, siç ndodhi me Ukrainën? Dhe padyshim që Rusia nuk do jap më kohë Europës për të armatosur dhe përgatitur, por do ta godasë para Europën në pika kritike të infrastrukturës ushtarake, energjitike dhe atë të transportit. Nëse Rusia godet e para brenda vitit 2026, kontinenti me në krye Gjermaninë dhe Britaninë do të digjet sërish dhe kësaj here do të jenë të vetëm pa amerikanët. Mars Channel. Please subscribe.